Analisti Milajzim Krasniqi, duke komentuar deklaratën e dërguarit Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, se dialogu ka të bëjë me kompromise, tha se plani franko-gjerman dhe aneksi Ohrit nuk janë kompromise, por kapitullim ndaj presionit ndërkombëtar. Bashkimi Evropian nuk e trajton Kosovën si një palë të barabartë, siç edhe trajton Serbinë, dhe plani franko-gjerman dhe aneksi Ohrit në të vërtetë formojnë autonominë verit Kosovës. Të kërkosh kompromise nga një shtet i pavarur, do të thotë të kërkosh diçka që cënon sovranitetin dhe aneksi Ohrit vërteton këtë kërcënim të sovranitetit. Dhe ky nuk është një kompromis, theksoi Krasniqi, i cili tha se është skeptik për rolin e Bashkimit Evropian, duke potencuar se pa pjesëmarrjen e SBA-s zgjidhja është e pamundur. Nga përvoja deri tanishme jam i bindur se Bashkimi Evropian nuk ka as kapacitet dhe as vullnet për të zgjidhur problemin pa ndihmën e Shteteve të Bashkuara. Kjo çështje nuk mund të përmbyllet, ndaj mbetet për tu parë se cilin drejtim do të marrë politika amerikane. Tani për tani nuk ka asnjë indikacion që do të ketë angazhim të SBA-s, nënvizoi Krasniqi. Sipas tij, sanksionet e Bashkimit Evropian ndaj Kosovës nuk do të hiqen pas një qeveri të re dhe nëse Albin Kurti mbetet kryeministër, presioni ndërkombëtar ndaj tij vetëm do të rritet. Pa formimin e qeverisë Kosovës nuk besoj se do të hiqen masat. Nëse Kurti mbetet kryeministër, është e sigurt se sanksionet jo vetëm që nuk do të hiqen, por presioni dhe zëri ndërkombëtar do të rritet, sepse pothuajse në mënyrë konsensuale paragjykojnë qëllimin politik të Albin Kurtit, ka shtuar Krasniqi.